Speci djegës, sekreti që shëron artritin për gjithmonë, ja si ta përdorni. Sot, kremra dhe pomadat me kapsaicin përdoren në Shtetet e Bashkuara dhe në Amerikë për largimin e dhimbjeve të artritit dhe zjarit të natës, citon Healthline. Amerikanët etnik e kanë përdorur gjithashtu specin djegës si ushqim dhe si ilaç për më shumë se 9.000 vite. Shija djegëse e specit vjen për shkak të përmbajtjes së lartë të kapsaicinës, e cila ul gjithashtu dhimbjet. Speci djegës është një erëzër shumë e rëndësishme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sidomos në kuzhinën e Azisë Jugperëndimore e Juglindore, të Kinës, Italisë Jugore dhe të Meksikës. Speci djegës është përdorur gjithashtu në mesjet edhe nga indianët, kinezët, japonezët dhe koreanët. Si një mjekim për problemet e stomakut, oreksin e dobët dhe problemet të qarkullimit të gjakut, ai është gjithashtu i aplikuar në lëkurë për prodhimin e muskujve dhe të artritit. Sot, kremra dhe pomadat me kapsaicin përdoren në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë për largimin e dhimbjeve të artritit dhe gjithashtu zjarit të natës. Kapsaicin është përbërësi kryesor që do të merrni nga speci djegës edhe ndikimet që keni në organizëm prej tij janë të larmishme edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Speci djegës mund të përdoret fare lehtë kundër dhimbjeve. Kapsaicin ka veti të fuqishme kundër dhimbjeve. Nëse ajo aplikohet në lëkurën tuaj, ajo ul sasinë e substancës P, një kimikati i trupit që dërgon mesazhe të dhimbjes në trup. Kur ka më pak substanca P, mesazhet e dhimbjeve nuk arrin në tru dhe ju do të ndjeni akoma dhe më mirë. Kapsaicin rekomandohet më shpesh për gjendje të mëposhtme shëndetësore si osteoartriti dhe artriti reumatoid, si dhe dhimbjet e muskujve dhe të kyçeve, nga fibromialgjia dhe nga shkaqe të tjera. Dhimbja e nervave nga zjarri i natës dhe gjendje të tjera të dhimbshme të lëkurës që ndodhen pas fluskave në lëkurë janë në larguar. Kërkimet të ndryshme tregojnë se mund të jenë zgjidhje mjaft e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve, por konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj për të përdorur pomadën me kapsaicin. Nëse është e përshtatshme për ju, atëherë mund ta përdorni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti, për të evituar kështu edhe komplikacionet nga mënyra e gabuar e përdorimit. Dhimbjet nga dëmtimet e nervave gjithashtu në këmbë nga diabeti mund të quhen neuropatia diabetike periferike. Sidoqoftë kapsaicina nuk funksionon për neuropatinë periferike të infektuar. Dhimbjet e mesit gjithashtu mund të qetësohen ndjeshëm me përdorimin e kapsaicinës që gjendet te specat e kuq. Speci i kuqdjegës është një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve të psoriazës. Kremrat kapsaicin mund të inkurajojnë gjithashtu edhe lehtësimin e psoriazës dhe problemeve të tjera të lëkurës që shkaktohen nga komplikacionet të ngjashme. Ato zakonisht mund të shfaqen në lëkurë dhe kanë nevojë për trajtime më të mira dhe një ndërto lehtësuese është edhe përdorimi i kapsaicinës. Speci i kuqdjegës mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e peshës trupore. Disa studime kanë sugjeruar se suplementet me spec djegës mund të ndihmojnë për të luftuar urinë dhe t'i bëjnë njerëzit të ndjehen më të ngopur. Jo të gjithë studiuesit janë dakord me këtë fakt, por shumica e studimeve tregojnë se kapsaicin e kombinuar me produkte të tjera mund të jetë një nga mënyrat më të përshtatshme për disa persona për të ndihmuar kështu në menaxhimin e peshës më të mirë trupore dhe parandalimin e komplikacioneve të mbipeshës. Në formula të tjera, kapsaicin mund të ndihmojë edhe kundër problemeve të veshit, por duhet të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorim. Disa i mbajnë larg, disa të tjerë nuk bëjnë dot pa ushqimet pikante në dietën e tyre ditore. Por çfarë e bën specin e kuqdjegës kaq special? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin mund të jetë një përzgjedhje fantastike në lehtësimin e një sër problemesh në shëndetin tuaj. Arsyeja pse speci i kuqdjegës është përdorur në mjekësinë tradicionale pastruese
është pikërisht ky përbërës i veçantë, i cili mund të japë përfitime të mira në dobi të shëndetit. Ai është i quajtur kapsaicin. Kapsaicin është përbërësi aktiv në shumë lloje piperi, përfshirë specin e kuqdjegës. Pikërisht ky përbërës u sjell shihen djegëse, shpjegon Jamie Allan, profesori i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuqdjegës, sipas dietologes Alisa Ramsey. Por cilat janë tashmë përfitimet kryesore të specave të kuqdjegës në dietën tuaj ditore? Për shkak se kapsaicin arrit lehtë temperaturën e trupit, speci i kuqdjegës mund të nxjisë gjithashtu metabolizmin. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon gjithashtu edhe dhimbjet për shkak se redukton të ashtu quajturën substancën P, një kimikat i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse e përdorni këtë krem me kapsaicin, në fillim do të keni pak irritime, por më pas do të merrni përfitime të duhura. Gjithmonë duhet të konsultoheni me ekspertin për të gjetur mënyrën e duhur të përdorimit të saj. Specat e kuqdjegës përmbajnë nivele shumë të mira të antioksidantëve. Antioksidantët dhe substancat P që zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuara kryesisht nga radikalet e lira, mund të jenë zgjedhja më e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ato parandalojnë gjithashtu oksidimin dhe dëmtimet e shkaktuara kryesisht nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe problemin e triglicerideve. Specat e kuqdjegës ndihmojnë edhe me kongestionin. Speci i kuqdjegës ndihmon në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin zhbllokon venat e gjakut në hund duke çliruar kështu kongestionin dhe duke dhënë rezultate të shumë pritura në këtë aspekt. Specat e kuqdjegës janë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të përmirësuar qarkullimin e duhur të gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet, që ndihmojnë qelizat të mos shëngjiten me njëra tjetrën, edhe të mos formojnë mpiksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e mirë të gjakut. Por specat djegës kanë edhe anën e tyre negative, produkte të tilla pikante, duke përfshirë këtu edhe specat e kuqdjegës nuk janë të konsumueshme për çdo. Nëse keni probleme me stomakun, me djegjen e tij, me urthin pasi hani speca djegës, duhet të tregoni më shumë kujdes me sasinë e konsumuar. Ushqimet pikante si specat e kuqdjegës gjithashtu do të irritojnë zorët tuaja, duke shkaktuar më shumë probleme me diarren. Ekspertët tregojnë se specat e kuqdjegës mund t'i keni pa frikë pjesë të dietave tuaja, por në disa raste specifike duhet të evitoni konsumin e tyre në mënyrë që të mos shkaktojnë efekte anësore në shëndet dhe më të mos ndërlikojnë në organizmin tuaj. Specat e kuqdjegës kanë avantazh se përmirësojnë shëndetin e tretjes dhe metabolizmin e duhur. Një nga avantazhet më të mëdha të specave të kuqdjegës është kontributi i tyre në shëndetin tuaj të zorëve dhe në humbjen e peshës së tepërt trupore. Në kundërshtim me besimet e njohura, specat e kuqdjegës në të vërtetë mund të jenë një anti-irritues për stomakun dhe t'japin gjithashtu rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e problemeve të tilla. Sigurohuni që specat e kuqdjegës t'i keni pjesë të dietave tuaja për të përmirësuar metabolizmin dhe gjithashtu të ndihmoni tretjen të jetë më efektive. Ato do të lehtësojnë gjithashtu problemet tuaja të migrenës. Kapsaicin nga specat e kuqdjegës ka treguar potencial të mirë në trajtimin e dhimbjeve të kokës dhe të migrenës. Sipas një studimi të kryer nga takimi vjetor i Akademisë Amerikane të Neurologjisë në Filadelfia, 18 persona me diagnoza të dhimbjeve të kokës u trajtuan me kapsaicin intranazale. Si rezultat, 13 persona të paktën patën lehtësime të plota. Shumica e personave të tjerë patën lehtësime dhe vetëm një person nuk pati lehtësime. Ekspertët e cilësuan specin e kuqdjegës si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në shëndet dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj përdoreni si duhet për të marrë rezultatet e duhura në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.